Po e nis me ju, me që përshëndetem me ju. Ju jeni këtij mendimi apo thënë ndryshe, tek ju ka lindur dyshimi se e gjitha kjo është e qëllimt pra këto aktet në ligjore që nuk dalin donë se ligj është miratuar, ka hyrë në fuqinë fletoren zyrtare, prap nuk kemi akte në ligjore dhe kështu tatimorët janë të lirë të funksionojnë si që duan ata mbi bizneset? Atëherë, Ola, unë desha të bëj një parashtrim për pse po bëhet kjo paqe fiskale, të paktën atë çka kemi kuptuar nga qeveria. Atëherë, Ministria e Financave ka trashëguar, jo tani, po në ndër vit ka trashëguar një portofol borxhesh, të cilat për efekt sistemi ato vazhdojnë gjenerojnë gjoba, sistemi dhe interesa. Kështu që është një borxh që fillon që nga viti 1990. Kështu që këtu nuk flitet për bizneset të cilat gjenerojnë borxhe kohët e fundit, sepse është e pamundur kohët e fundit nga organet tatimore që të gjenerosh borxhe, sepse më shumë se 2 muaj nuk të lejojnë të kesh mos pagesa në kontribute apo në tatim fitimi apo të themi edhe në TVSH, sepse brenda 2 muajve të bllokohen bankat dhe doganat. Kështu që flitet për nipte apo kompanitë të cilat kanë shumë vite. Dhe për ta ilustruar këtë mund të them që për shembull, një ambasadë në vitet 91 donte të bënte një dhurim për popullsinë shqiptare, për mallra të ushqimore më duket, dhe ju desh të hapte një nipt. E përdori atë nipt për të sjell mallat në Shqipëri dhe normalisht ai nipt ka ngel aty dhe sistemi automatikisht gjeneron gjoba dhe interesa të cilat vazhdojnë në ditën e sotme. Po ashtu ka edhe titullar apo administratorë të cilët nuk jetojnë më. Ka biznese nga administratorë të huaj, italian, gjerman apo vendeve të ndryshme që kanë ardhur në Shqipëri, kanë operuar për një kohë të caktuar dhe janë larguar dhe është e pamundur të merren këto detyrime. Kështu që unë mendoj që nuk flitet për themi detyrime. Ka një ndërhyrje zoti Teliti. Ka një ndërhyrje zoti Teliti. Po. Shiko, miku im dua të kundërshtoj. Për sa i përket moshës së borxhit. Shifrat zyrtare të Ministrisë së Financave kur solli projekt ligji në Kuvendin e Shqipërisë. Detyrime mbi 10 vjeçare, flasim për tatimet. Totali detyrimeve 121 miliard lekë. Sigur ta marrim me euron 100, se është 96, ta marrim 100 është 1.2 miliard euro. Nga këto 1.2 miliard euro thot, më pak se 30 milion euro, 290 milion euro janë borxhe mbi 10 vjeçare. Po pra. Po, pra nuk janë të borxhet 90 apo 2, janë të borxhet 92.000 apo 2010. Do të jenë një problem. Borxhet me moshë, gjej sekond. Borxhet, detyrimet me moshë. Nga thënë Ministria e Financave, jo. Po citoj Ministria e Financave. Detyrime 5 deri në 10 vjeçare, 750 milion euro. 75.1 miliard lekë treja. Mirë, që mos zgjatemi shumë me këtë zoti Teliti. 0 deri në 5 vjeçare, pra krijuara nga 1990 deri në 2024, janë 580 milion euro. Pra pjesa tërmuese, 80% e detyrimeve që ne po flasim. Ju lutem, nuk dua më të ndalem këtu, se nuk kam kohë. Zoti Teliti, më dëgjoni, nuk dua. Po, e kuptoj pra. Jo, më lej kanë këtu gjoba. E pra këtu dua të ndalem tek mundësia që i krijohet tatimeve për shkak të vakumeve ligjore apo jo vetëm vakumeve ligjore, të vazhdojnë vendosjen e gjobave. Zoti Kanxheri, si e lexoni këtë situatë ose si është realitet në fakt? Realiteti është pak më ndryshe nga sa po diskutojmë. Në vlerësimin tim nga ana ligjore është shumë i thjeshtë. Organet tatimore në mënyrë sistematike në të paktën 5-6 vitet e fundit ka një sjellje shumë agresive ndaj biznesit. Kjo sjellje agresive nuk duhet parë vetëm në statistika. Pra, çështja e statistikave janë kokëforte kur i thon faktet. Unë dua të ndalem në një moment tjetër që është shumë i rëndësishëm. Ç'është? Organet tatimore nuk janë organe politike. Nuk janë organe të një anshme apo instrumentale. Janë organe shtetërore. Dhe ligji jo më kot, mënyrën e organizimit dhe pavarësinë e organizimit të inspektorit tatimor, të drejtorit të tatimeve, pra të strukturës tatimore, e ka bërë në një rregullim të veçantë statusin e punësit civile. Nuk ndodh kështu. Unë kam në dorë një shkresë. Një sekond, lutem. Unë kam në dorë një shkresë që më vërteton, zoti Teliti, lutem. Kam në dorë një shkresë që më vërteton se të paktën 2 nënpunës
që duhet ishin me statusin e nënpunësit civil, ose duhet kishin kaluar në DAP, apo jo, si pas të gjitha regullave të shtetit shqiptar, nuk kanë kaluar, janë emëruar ndryshe në strukturën e tatimeve. Dhe bëhet fjalë për nënpunëset, nuk di nëse mund t'ju publikoj emrat, në fakt është publike edhe përmes shkresës, po unë po citoj vetëm pozicionet respektive. Bëhet fjalë për zëvendës drejtorin e përgjithshëm të artimit të programeve dhe drejtorin e mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara. Janë emëruar në strukturën e tatimeve, pa kaluar në DAP. Kjo është flagrante si shkelje. Këto pozicione që i mbledhjes detyrime papaguara. Jo, këtu është nuk e keni informacionin sakt. Është ndryshe. Shkresa thot ku e kanë emërimin zyrtar. Funksioni që kanë ushtruar këta persona në tatime është drejtori i tatim paguesit të mëdhenj. Pra, emërimi sipas ligjit dhe në punësit civil është në një pozicion në drejtorin e përgjithshme që nuk ka të bëjë me mbledhjet e detyrimesh. Po ndërkohë është dërguar? Dhe ndërkohë komandohet për një afat ekstra ligjor disa vjeçar Akoma më rënd shkeli atëherë. Absolutisht. Dhe kjo gjë ndodh në mënyrë sistematike dhe pikërisht këtu duhet parë një nga elementet e kësaj problematike. Pra, në rast se ligji i ka dhënë strukturës tatimore një cilësi të caktuar, një garanci ligjore të shtuar, që nuk e ka një punonjës tjetër me kontrat pune, apo me ndonjë status tjetër. Statusi në punësit civil është një status që e garanton punonjësin për vendin e tij të punës, për trajtimin e tij, për heqjen nga puna, në mënyrë të caktuar me komision, me garanci të larta dhe të shtuara. Dhe në qoftë se... duhet ishte. Po, dhe në qoftë se organi tatimor për zgjedh... Po, pra, tani... Ktheu te realiteti. Po, pra, këto karakteristika i ka dhënë ligji që të garantoj funksionimin normal. Kur ti nuk i garanton këto karakteristika dhe kalon në një emërim, në një komandim, në kundërshtim me ligjin, pastaj, mënyra se si veprojnë organet tatimore... Komandimi afatgjatë është kundërshtim. Atere, komandimi është në kundërshtim. Komandimi 2-3 muaj, sa zi një person të tyrës, po. Kur e ban 4 vjet, ola, aty po është. Transferim. Dhe transferimi duhet jetë paralel. Në këtë rast, ti ke marrje... për pozicionet më të larta... Pra, ligji lejon vetëm transferimin e përkohshëm. Ndërkohë që në rastin konkret, organet tatimore janë drejtuar prej vitesh nga persona pa emërimin e dur dhe kjo ka sjellë cënim të shumë punonjësve të tatimeve të cilët kanë eksperiencë dhe kanë investuar karrierën e tyre. Nga ana tjetër kjo sjell instrumentalizimin e tatimeve. Pse? Sepse një i emëruar me komandim apo me delegim nuk e ka përgjegjësinë e pozicionit dhe as nuk ka garancinë e atij pozicioni. Dhe pastaj sjellja tatimore është ajo që vijnë ato statistika. Të kaloj pa edhe çipo shumë realitet. Çfarë ndodh realisht? Si funksionon duat kuptoj. Çfarë ndodh? Është me ligjin e punës civil, shumë dakord. Por shumë vende të cilat ata gjëra nuk kanë person për ta plotësuar, marrin një grad më të ulët dhe e komandojnë. Ky komandit do të jetë i përkohshëm. Për zgjedhja e kontrollit tatimor, si bëhet zoti Teliti? Përzgjedhja është procedurë, ka kodin procedurave. Është procedurë, ka procedurë për ka e instrumentalizuar, selektive dhe pas një transparencë. Duke mos nuk vendosim. Pas një transparencë. Zero.